strukturë politike, si parti politike, nuk është që nuk I kemi paraparë këto situatë. Fakticisht nuk qenë të zot që t'i parandalojmë këto situatë. Për shkak se besuam në njerëz të dëvuar. Dhe me këtë du të them që në situatë të ngjashme ne kemi pas parasysh prej momentet fillimet e para do nisi debati në lidhje me aleancën për shqiptarët, se çfarë votimi dhe çfarë linje politike duhet mbajë sa I përket zgjedhjeve të cilët afroheshin parlamentarë. Tu nisi diçka, sepse vetëm nëpërmjet aleancës për shqiptarët dhe dobësimit të saj, coptimit të saj, mund të vihesh në një situatë të cilën fatkeqësisht sot jemi. Në një situatë me balance politike të prishura, në një parti politike të fortë të bllokut politik maqedonës, dhe këto situata çdoherë do të prodhojnë kurzim që ndodhen shqiptarëve dhe drejtave të tyre. Kjo është ajo gjama kushtimisht thënë që ndodhi në zgjedhjet parlamentare. Ne po jetojmë këto situata çdotim të shfaqen, dhe këto situata shfaqen në forma të ndryshme. Shfaqen në duke të sulmuar gjuhën, shfaqen duke të heqë të drejtën e punësimit nëpërmjet balancuesit, shfaqen duke bllokuar rrugët e erojt dhe gruset, dhe shfaqen edhe duke bërë sikur sjellin një ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, që në realitet është vetëm një ligj I cili pamundson përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, nëse kemi parasysh që ky e drejtë parapar në kushtetutë për shkak se shqiptarët ishin të refuzuar dhe të përjashtuar para vitit 2001. Edhe pse kjo e drejtë u arrit,